Sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj se bashkë me zotin Ramoni dhe anëtar tjerë të listës Familja kemi bo marrëveshje për koalicion dhe bashkëpunim para dhe pas zgjedhjeve. Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që të bashkojmë forcat në funksion të asajna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen në vend. Tu e përfshi ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, energjinë, sigurinë dhe normalisht të pas kujdes edhe për mirëqenien dhe familjen. Unë jam i bindur se ky është një koalicion i qëndrueshëm dhe bashkërisht ne do të kemi sukses. Normalisht që do të kemi pjesëmarrje nga lista Familja në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe është vlerë shtune gjithë kandidatët për deputet që do të jemi në listë të përbashkët dhe une veç besoj sukses, besoj në korrektësi, edhe kështu do të jetë, edhe kështu do ta përfundojmë. Faleminderit juve për prezencën, faleminderit zotë Ramoni, faleminderit Visa, ambasador, doktor, gjithë juve faleminderit, edhe ata tjerë që do të jenë pjesë e listës që sot këtu nuk janë me neve. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar, natyrisht që dua t'ju falenderoj publikisht këtu për qasjen konstruktive të negocimit të kësaj marrëveshje mes grupit të deputetëve që kemi qenë kuadër të koalicionit për familje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi diskutuar natyrisht çështjen e zhvillimit, situatën me energjinë, aspektin social dhe shoqërinë e familjen në përgjithësi, kështu që kemi arritur dakordim të plotë në gjitha pikat dhe jemi dakorduar dhe zotëtuar për një angazhim të përbashkët në ngritje të mirëqenies, në ruajtje të familjes, të identitetit tonë, por edhe në fund të cilat e presin vendin tonë si asnjëherë më parë. Me kryetarin Hamza kemi pas bashkëpunime të vazhdueshme, andaj edhe si një figurë unifikuese dhe shumë profesionale, sidomos në çështjet ekonomike. Sot vendi ka jashtëzakonisht nevojë që ne të bashkojmë forcat dhe të bëjmë një rrugtim politik të dinjitetshëm ku vlerat cilat i kemi të përbashkëta të angazhojmë në punë të përbashkët dhe në mirëqenie.